Motra tone, kryevepra e piktorit Koli Dromeno përbën një nga portretet më të njohura të artit shqiptar. Së fundmi për figurën e motrës së vetme të piktorit shkodrane, njohur ndryshe edhe si Mona Lisa e Shqipërisë, po përgatitet një dokumentar nga regjizori Vranin Gecaj nga Kosova. Ai ka zgjedhur pikërisht motrën tone si boshtin tematik të projektit të tij të fundit. E në këtë rrugtim një moment i veçantë ishte edhe dhurimi që i bën Muzeut Historik të Shkodrës pasardhësit e kësaj familje që sot jetojnë në Kroaci. Një busti i Dromenos dhe disa veshje që i shpëtuan luftës së Kosovës e që i përkasin motrës tone, tashmë do t'jenë në fondin e Muzeut Historik të Kryeqendrës së Veriut, ku lindën i Dromeno dhe motra tone. Gjyshja ime ka qenë Matildja, kom lindë në Pej, tashmë jetoj në Rijekë, në Kroaci. Kem dhuru këtë bustin bashkë me djalin e hallës, Viktorin. Kem pas dëshirë të madhe për me dhuru këtë bust, me rujt traditën. Edhe Viktori ka qenë iniciator kryesor për me punu këtë skulpturë dhe ka paqet këtë skulpturin për me punu këtë. Atëherë do ishim që si sa kohë hulumtojshim ku dojmë me dhuru, dhe ishim që do të japim në Shkodër, po atëherë kem konsultu ku dojmë me dhuru, do më thonë atëherë u vendos të jepet në muzej si donacion i muzejit. Na dim detalet për familjet tona që kemi jetu në tonë, do më thonë Jugosllavi, Kosovë. Atje dim, po na ke marrë këtu edhe shumë për gjithë ditë po njoftofëm me këta të anës ka Shkodra që kanë jetu familjes tonë. Se nuk e dim mënyrën ku dikush mas pari vorin se dim saksisht ku është, nuk e dim ku kanë pas, shumë na intereson për shkak ku ka jetu gjyshja jonë. Ku ka lindë, se o martu e re, si 17 vjeç që ka ardhur në Kosovë. Ne kishim pas edhe ma shumë kësi roba ose pjesë të kësaj Matildës, mirë po na patëm një fat keq se kem pas luftë në Kosovë. Gjithat, ato që ka kem mujt mirujt, i kanë kallë. Nuk i kanë kallë me qëllim vetëm ato, por na kanë kallë shtëpiat, krejt, atëherë me ato kanë kallë edhe sende tjera që kem pas edhe do sende shumë vlefshme prej gjyshës tonë aty. Se gjyshja ka ardhur në Pej, ka jetu në Pej, në shtëpinë ku kemi jetu edhe na. Unë jam shumë i kënaqur kur ku marr vesh për Koli Dromeno në motrën tonë. Na kena ditë për dajen Skanjeti nga Shkodra, e këto kena marr vesh krejt ma vonë kur kanë kallëzu televizioni atëherë grupën e Koli Dromenos edhe familjes Tafaj. Ka qenë televizion pej atëherit unë e di për Koli Dromeno në për motrën tone. Jom shumë i kënaqur që e kom dhonë me bo Gent Tavanxhiu në Itali, ma ka kry, edhe jom i kënaqur që e kom pru në Shkodër, ku e ka venen. E unë i kom rujt edhe tash i kom pru. Është një gjamadone, do pelhura, do senet original, motrës tone që ka përcjell vajzën në Kosovë. Fondi muzeor i Muzeut Historik të Qytetit të Shkodrës tashmë pasurohet me disa objekte shumë të rëndësishme të dhuruara nga trashëgimtarët e një figure të jashtëzakonshme që qyteti ynë ka si Koli Dromeno. Është një fat i madh sepse është një rikthim simbolik tashmë i kësaj figure në qytetin tonë. Është një rikthim i vlerave kulturore, por edhe shpirtërore në rrënjet identitare të qytetit tonë. Regjizori Gecaj thekson se projekti ka për qëllim të hellë dritë mbi rrënjet familjare dhe shpirtërore të këtij portreti, duke zbuluar anë të panjohura për publikun. Xhirimet janë realizuar si në Kosovë ashtu edhe në Shkodër, në vendet ku historia dhe kujtesa vizuale e motrës tone mbartin ende jehonën e kohës. Kjo ishte pjesa e fundit e filmit dhe besoj që shumë shpejt do ta përfundojmë filmin dhe gjithë publiku i gjerë do të ketë mundësi ta sheh një tregim shumë unik. Dokumentari pritet të shfaqet së shpejti në festivale arti. Në kohën kur u realizua portreti as motra tone dhe as veti Dromeno, nuk e dinin se po krijohej piktura e parë realiste në Shqipëri dhe se në atë vepër do të shënohej fillimi një faze të re në gjithë artin shqiptar. Portreti u punua në 2 shkurtin e 1883-shit, kur i Dromeno ishte vetëm 23 vjeç.